Për t'i paraprirë lidhjes së kontratës me negocim me kompani private për menaxhimin e mbeturinave në kundërshtim me rregullorën e Kuvendit Komunal, kryetari i Prishtinës Parim Rama vetëm pak ditë më parë nënshkroi memorandum me KRM Pastrimin. Në dokumentin e firmosur më 26 dhjetor 2025 i protokolluar më 14 janar 2026, mes tjerash përmendet angazhimi i operatorëve ekonomik nga ana e komunës. KRM Pastrimi do të ofrojë resurset e veta në shërbim të kontrollimit, monitorimit dhe mbikëqyrjes së operatorëve ekonomik të angazhuar nga Komuna e Prishtinës, duke i raportuar drejt për drejt Komunës së Prishtinës. Lidhur me këtë, Rama tha të njëjtën se Pastrimi kërkoi mbështetje nga komuna shkaku i pamundësisë teknike momentale për të ofruar kapacitete të plota operative në menaxhimin e grumbullimit të mbeturinave. Me njëherë pas pranimit të kësaj kërkese, ne kemi ofruar mbështetjen e nevojshme dhe kemi nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi me ndërmarrjen rajonale pastrimi në të cilën janë përcaktuar ndihma konkrete dhe pranimet bazë të bashkëpunimit ndërinstitucional. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, sot ka nisur angazhimi i ndërmarrjes së rajonale pastrimi në terren për grumbullimin dhe largimin e mbetjeve inerte dhe mbetjeve vëllimore nga deponit ilegale në territorin e kryeqytetit. Por në kërkesën e pastrimit nuk përmendet angazhimi i operatorëve privat. Kërkojmë nga Komuna e Prishtinës përkrahje të përkohshme për një periudhë 6 muajore deri në 1 vjeçare me qëllim të krijimit të mundësisë së rritjes së kapaciteteve operative, me qëllim të garantimit të vazhdimësisë së shërbimit publik, veçanërisht në periudhat me rritje të ndjeshme të sasisë së mbeturinave, të cilat gjenerohen si rezultat i fesave të fundvitit dhe fluksit të madh të mërgjimtarëve. Kjo përkrahje vlerësohet si masë kalimtare deri në stabilizimin e plot operativ. Në prilin e shkuar, kryeshefi i pastrimit Petrit Reqica pati kërkuar ndërhyrje të organeve të hetuesisë rreth tenderit për menaxhimin e mbeturinave të shpallur nga Komuna e Prishtinës. U drejtohemi prokurorit të shtetit dhe institucioneve hetimore që të ndërhyjnë urgjentisht për të ndalur këtë praktikë të paligjshme dhe për të rivendosur rendin ligjor dhe funksional në raportin ndërmjet komunës dhe ndërmarrjes son. Ekzistojnë dyshime serioze se po tentohet të pamundsohet operimi i KRM Pastrimi SHA për t'ju hapur rrugë tenderimeve të jashtëligjshme me operator privat me vlerë mbi 20 milion euro. Koha kërkoi sqarim nga pastrimi se përse në të shkuarën kërkuan hetim për çështjen e tani janë dakorduar në angazhimin e operatorëve privat nga komuna, por se nuk mori përgjigje të njëjtën. E një ditë më parë, Koha raportoi se si komuna 2 javë pasi anuloi tenderin e rregullt për menaxhim me mbeturina, me arsyetimin e mungesës së mjeteve buxhetore, lidhi kontratë me negocim në vlerë 950.000 euro me kompani private. Por të dy proceset janë në kundërshtim me rregullorën për menaxhimin e mbeturinave që parashet që KRM Pastrimi është përgjegjës për shërbimet e menaxhimit të mbeturinave në Prishtinë. Do të flasim pak më shumë